kryebashkiakës së Prishtinës? Kryebashkiakës Prishtinës. Partia Socialdemokrate është parti e vogël. Na jemi në garë me aktivistë Partisë Socialdemokrate edhe njerëz të tjerë qytetarë që kanë vendosur të angazhohen përkundër që nuk janë pjesë e partisë, po thjesht po përpiqen që të bëjnë një ndryshim në lagjet e tyre. Kështu që gjëja e parë pozitive ka qenë kur kemi marrë besimin edhe njerëz të tjerë që janë në listë për asambleë sot me ne. Është një grup i cili ka shumë përvojë në aktivizëm politik e para dhe dyta në qeverisje lokale. Njerëz me cilët po punoj sot, si Noli, Donjeta, Driloni, Anita, të gjithë ose kanë mbajt pozita ose mbajnë sot në për ndërmarrje publike, kanë qenë asamblest, në Asamblenë Komunale të Prishtinës, kanë punu në Kamenic me Qendron Gasratin, edhe e sjellin jo vetëm vullnetin politik që e kanë për ndryshim, e sjellin edhe gjithë përvojën që e kanë për mënyrën se si funksionon qeverisja lokale. Kështu që sa i përket përvojës, njerëzve me cilët jam ngarë, përkundër që subjekti politik është i vogël, përvoja është e madhe, e para. E dyta, na kemi bërë shumë punë në teren, edhe kemi fillu herët, pikërisht për shkak se unë kisha të nevojshme me për të qenë një lajm që tash jam kthy prapë në shërbim publik. Dhe kemi taku shumë njerëz në teren dhe disponimin e kemi jashtëzakonisht mirë. Sfidën e vetme që e ka unë tash është për me përkthy disponimin e mirë në votë, sepse ekziston një tendencë në Prishtinë, në Kosovë, që njerëz të votojnë kundër dikujt të vinë në pushtet, ose që të mos jetë në pushtet kryetari aktual, ose që të mos vinë një parti tjetër në pushtet, edhe ka njerëz që na kanë thënë po më pëlqen jashtëzakonisht shumë se çka po përfaqëson, programin se si e ke prezantu, por e ka më të rëndësishme që mos vi dikush në pushtet se sa që të votojmë ty. Unë mendoj që, do të thënë se mujmë na me të i kalu këtë sfidë. Vota për besën është vot për, nuk është vot kundër askujt. Është vot për banim të përballueshëm, është vot për arsim më cilësor edhe arsim i cili shërben jo vetëm fëmijëve, por i shërben edhe ekonomisë së qytetit. Edhe një gjë që unë i ftoj qytetarët ta shohin më me kujdes është nëse dale para, unë absolutisht do merrem ekskluzivisht me Prishtinën dhe do e bëj më të mirën të mundshme. Nëse nuk dale para, vetmit dy njerëz që do mbesin nga këtë gjithë që janë ngarë, duke u marrë me Prishtinën, do të jetë kushdo që është kryetar, edhe unë për shkak se e ka marrë shumë seriozisht punën në Prishtinë. Do të thënë është projekt i cili nuk është trampolin që të vazhdoj pastaj me diçka tjetër. Unë po du më marrë me Prishtinën për shkak se do vazhdoni të merreni me Prishtinën, çfarë do vazhdoni? Është qytet të cilin e dua, nuk më pëlqen gjithmonë sepse nuk po i plotson kushtet bazike për një jetë më të mirë për qytetarët. Që çdo votë që na vjen në të dielën është një po e madhe, një fuqizim për me shtyr përpara agjendën tonë në cilin do rast. Unë natyrisht që po garoj edhe po e bëj maksimumin që të fitoj, por në cilin do rast është shumë e rëndësishme për neve që të marrim sa më shumë mbështetje të dielën, sepse do i shtym përpara agjendën që